Në moshën 13 vjeçare jam trafiku qenie njerëzore, jam përdhunu me persona të ndryshëm nga Kosova në Serbi. Derisa prindi jam nuk ka lënë institucion pa kërku drejtësi. Ata njerëz cilët janë mundu me ma marrë jetën, ata sot janë liri, nuk janë në burg. Dhe babi vetëm se ka kërku ndihmë për mu, ai sot nuk është pranë meje, por është në burg. Vetëm që ka kërku ndihmë për drejtësi. Tani unë prokuror nuk jam nuk e kom ulëmdu asnjëherë që të rast, veç nëse 1% është e vërtet që ka thot kjo vajza, do duhet spari prokurori me marrë në pyetje me njerë këtë vajzën, kush janë ata persona, e pastaj më bo publike se çush ka hecë ky proces, se me jetu në vitin 2025, e një vajzë me pas prindin burg për shkak që ka kërku drejtësi, e me konë viktim e trafikimit dhe e përdhunimit, është e papranueshme. Është e papranueshme dhe do duhet se cili mu që kundër këtij raste.